Gjaja parë që na duhet për me marrë një hap është guximi. Duhen para? Sigurisht. Por nëse ti guxon, hap mas hapit ti mundesh me realizu atë çfarë i ke vënë qëllim vetes. Kompaninë e parë e kam hapur në 2014, një kompani trajnimi, Evolve. Biznesi falimentoj, por siç e them shpesh, ne ose fitojmë ose mësojmë. Nuk falimentojmë kurrë. Mentorimin dhe trajnimin nuk i kam lënë kurrë. Është pasion. Ka programe si RC Albania që mbështesin nxitjen profesionale ose rritjen profesionale dhe kjo ka ndodhur edhe me mua, apo me organizatën që unë drejtoj. APSA, si organizatë e mbështetur nga ky program, ka ndihmuar në rritjen e profesionistave të ri, trajnimin e tyre. Kjo është një pjesë që nxit të rinj të bëjnë marketing të qëndrueshëm, apo kompanitë të hapen drejt tregjeve të reja. Secili prej nesh ka nevojë për guxim dhe ka nevojë për mbështetje që të nxit të vazhdosh misionin që ke. Të evoluohemi dhe të zhvillohemi është ambicie që s'duhet të mbarojë kurrë. E kam përqendruar menaxhimin e biznesit në disa drejtime. Por ajo çfarë i lidh gjithë këto elemente është empatia dhe të kanonit altruist. Mbështetja profesionale ndaj të rive me të cilët punojnë bizneset tona është synimi ynë kryesor dhe është ajo çfarë shpesh herë edhe mund të pësojnë goditje ose zhgënjime, por ajo çfarë ka më rëndësi është se në afatgjat biznesi është më i qëndrueshëm dhe në afatgjat investimi jot, jo vetëm monetar, kthehet. Fokusi është elementi i parë që duhet kemi parasysh në momentin që duam të arrijmë qëllimet tona. Përmendet shpesh fjala sukses në njerëzit e biznesit. Por suksesi është fjalë e madhe dhe shumë shpesh e dëgjoj që përmendet edhe ndoshta në mënyrë abuzive. Për mua, sukses është të arrish objektiva, të arrish qëllimet e tua në objektiva të vegjël për një qëllim të madh. Gjatë jetës kam takuar shumë njerëz që kanë pas çdo gjallë me bollek. Por ajo që më ka friksuar më tepër është ato njerëz që kanë pa bosh. Dhe ajo çfarë kam pa të njerëzit më suksesshëm në botë është që ka ardhur prap një moment mas gjithë suksesit madh që kanë realizuar, që prap ata janë kthy tek emocionet që nuk blehen me para, tek familja, shoqëria, njerëzit që realisht i mbushin shpirtnisht dhe i shtyjnë me përballu çdo sfidë.